Nëse për Partinë Socialiste në rang Shqipërie kjo garë është për mandatin e 4 dhe qëllimi final është stacioni i Bashkimit Evropian, për Shkodrën është vazhdimi një rrugë të sapo nisur. Gara e Partisë Socialiste në Shkodër shifet si një tërë. Kjo është një skuadër e cila synon në totalin e saj të maksimizojë votën. Brenda listës, çdo qytetar i qarkut asociohet me një ose më shumë figura. Partia Demokratike, e cila drejtohet sot në Shkodër nga një turist politik, por edhe subjektet e reja, që të reja kanë vetëm emrin, por në fakt mentalitet janë krejt të vjetra, nuk kanë një alternativë për Shkodrën. Alternativa atyne është një narrativ politike që tashme ka dalë boja dhe përgjigjen do ta marrin mas 11 majit. Shkodra sot duhet me pa tek familja dhe deri tek pragu i derës. Ajo çfarë është më e mirë për investimet, për fëmijët, për hapësinat publike e kështu me radhë. Kjo retorikë politike dhe oferta që dëgjojmë nga çdo skuadër jashtë Partisë Socialiste është vetë retorikë boshe. Unë jam deleguar në qytetin e Shkodrës, ku nga kthen kokën, është ose një investim i përfunduar, ose në kantierë ndërtimit. Kjo është oferta jonë. Punë të përfundume, zhvillim ekonomik dhe rritje mirëqenies të qytetarëve të Shkodrës. Gjatë mandatit tim parë, si deputete e Partisë Socialiste për qarkun Shkodër, jam angazhuar me një sër nismash, ku ndoshta më e njohura është ajo e kartonit jeshil me tarifë të reduktuar me malin e zi për 50 euro në vit. Gjatë këtij mandati ka marrë një zotim, i cili lidhet me hapësirat publike falas të dedikuara për fëmijët dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqërinë shkodrane. Kjo garë është veçanërisht e rëndësishme për Shkodrën. Shkodra prej 2 vitesh e ka marrë kthesën e madhe. Tani është momenti që mos me ngadalsu ritmin për punë të mira, për investimet publike, por edhe për ridimensionimin ekonomik dhe social të vendit. E dona Shkodrën, tanë bashkë.